Bedri Hamza e ka testin më të madh përpara. Hamza e ka sfidën për më na tregu nëse është për një me kryetari i PDK-s. PDK-ja, donë se s'është e vetmja, është partia me mas shumë të votat e prekura nga dallaverët e dyshuara brenda partijake. Dikuj ju kanë shtu votat, dikuj tjetër ju kanë hjek votat gjatë rinumrimit. Feta Paqarizi, Najt Hasani, Kujtim Gashin, ndër të tjerë, janë në minus të votave. Në lidhje me këtë temë, Bedri Hamza e ka një qëndrim parimor sipas meje. Hamza u distancu nga manipulimet. Madje Hamza kërkoi dorëheqjen si akt moral të deputetëve të zgjedhur nëse vërtetohen vjedhjet. Absolutisht qëndrim korrekt, me cilin unë e pajtohem. Madje besoj që shembullin e Hamzës duhet me ndjek edhe Lumir Abdixhiku, edhe Albin Kurti, edhe Ramush Haradinaj. 23 persona janë në paraburgim në Prizren. Ka nis tashmë hetimet edhe në Malisheve Drenas për manipulimet e dyshuara me vota. Normalisht, jo vetëm ndaj komisionerëve të PDK-s, por edhe ndaj atyre të LDK-s, vetëvendosjes e AK-s. Amo këtu nis dilema e madhe realisht. A do të respektojnë bashkëpartiakët këtë kërkesë Hamzës? Kjo është pyetja themelore sot. A ka më dhënë dorëheqje si akt moral për shembull Xhavet Halitim? A ka më dhënë dorëheqje për shembull Najt Hasani? Nëse jo, çfarë ka më bë Bedri Hamza me ta? Është pyetja tjetër. A do të përjashtoj nga grupi parlamentar deputetët e PDK-s, cilët kanë humbur vota pas rinumrimit dhe nuk japin dorëheqje për shembull? Apo veç do të vazhdoj jetën sikur nuk ka ndodhur bashkë kur gjë hiç, sikur nuk u fol kurr për dorëheqjen si akt moral. Prandaj, kjo është betejë më e madhe e Bedri Hamzës sot. Është momenti kur e kuptojmë nëse me të vërtet Bedri Hamza është kryetar që i shkon fjala, apo veç një menaxher i përkohshëm i grupeve brenda PDK-s.